Takimi inaugurues i Bordit të Paqes. Presidenti Trump realizon foton familjare me liderët të pranishëm edhe Rama dhe Osmani. Presidenti i Shtetit të Bashkuar Donald Trump ka bërë foton familjare me liderët që janë të pranishëm në takimin inaugurues për Bordin e Paqes që sapo ka nisur në Washington DC. Më herët para se të realizohej fotoja familjare, presidenti u takua me disa nga liderët si edhe me kryeministin shqiptar Edi Rama. Bordi i Paqes u njoftua në forumin e Davos të Zvicrës javë më parë, ndërsa sot është takimi i parë inaugurues. E pranishme është dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Bordi u krijua si pjesë e planit të paqes për 20 pikash për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Por që nga anë pushimi i arritur në muajin tetor, vizioni i Trumpit për bordin ka ndryshuar dhe ai dëshiron që ai të ketë një mandat edhe më ambicioz, një mandat që krahas Gazës do ndihmojë në zgjidhjen e konflikteve në të gjithë botën.